Gjatë fushatave qeveritarët bëjnë premtime, nuk i mbajnë, mashtrojnë për të justifikuar, heshtin dhe presin fushatën e radhës për të gënjyer sërish me të njëjtat premtime ose kur përballen me qytetarët. Ndërsa rasti i ministrit të drejtësisë Besfort Lamallari është i veçantë. 2 ditët e fundit të tij, pa qenë në fushat, pa e patur premtim dhe pa pasur nevojë për vota, doli dhe gënjeu publikisht për 2 çështje të ndjeshme që u përkasin 2 kategorive të shoqërisë. Mashtrimi për amnistinë penale. Më 29 dhjetor 2025, ministri Besfort Lamallari tha: "Miratuam amnistinë penale, nëpërmjet së cilës përfitojnë lirim të menjëhershëm 380 të burgosur dhe uli e dënimi rreth 900 të dënuar, por asnjë i dënuar nuk u lirua nga burgu dhe nuk dihet nëse do të ketë lirime, sepse ministri i drejtësisë gënjeu publikisht pasi nuk është miratuar asnjë amnisti penale. Madje nuk ka as propozim zyrtar prej tij në qeveri, nuk ka projekt draft në kuvend dhe as studim apo listë emërore për fituesish, sepse po të kishte një projekt për amnisti, do ta kishte trumpetuar kryeministri Edi Rama, pak dhier, dhe nuk do t'ja linte ta shpallte ministri Lamallari. Dihet që amnistia penale hartohet nga një grup pune me përfaqësues dhe ekspert të Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë së Përgjithshme, Policisë së Shtetit, Gjykatës së Lartë dhe Drejtorisë së Burgjeve, të cilët hartojnë listat dhe zbatojnë amnistin vetëm pas miratimit në parlament. Asnjë diskutim dhe asnjë procedurë e tillë nuk është zhvilluar, ndërsa ministri i drejtësisë Besfort Lamallari e deklaroi si fakt të kryer amnistinë penale, madje shpalli edhe numrin e atyre që do të liroheshin dhe do të përfitonin ulje dënimi, duke gënjur publikisht. E dyta, mashtrimi për kompensimin financiar të ish pronarëve. Më 31 dhjetor, ministri Besfort Lamallari bëri këtë njoftim zyrtar. Sapo miratuam listën me 3527 subjekte në 13000 familje që kompensohen nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për pjesën e mbetur prej 30% me fond rreth 1.4 miliard lekë nga buxheti që alokoi qeveria, por edhe për kompensimin financiar të ish pronarëve, ministri Lamallari gënjeu publikisht. Së pari në datën 31 dhjetor qeveria nuk zhvilloi asnjë mbledhje. Së dyti, as në mbledhjen e datës 30 dhjetor, qeveria nuk miratoi vendime për kompensimin financiar të ish-pronarëve. Ministria e Financave aktualisht nuk ka fonde për kompensimin e ish-pronarëve dhe sipas informacionit nuk do të ketë fonde deri në muajin shtator 2026. Ndërkohë, ministri i drejtësisë del dhe gënjen publikisht, sikur thesari i shtetit ka kaluar pagesat në llogaritë bankare të 3527 ish-pronarëve. Shqiptarët janë të ngopur me gënjeshtrat e qeveritarëve, por kur del dhe gënjen publikisht ministri i drejtësisë për çështje tepër të ndjeshme, duhet kuptuar se nuk ka më shpresë për drejtësi, ose më saktë, drejtësi në këtë vend e ka marrë lumi, sepse Ministria e Drejtësisë dhe vetë ministri presupozohen të jenë institucioni i drejtësisë, ku qytetarët denoncojnë padrejtësitë dhe kërkojnë drejtësi, mes tyre edhe ish pronarët që mashtrohen, zvarriten, sillen dhe vërdallisen nga prokuror, gjyqtar, noter dhe përmbarues, por sidomos nga Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe nga Kadastra, që janë në varësi të ministrit të drejtësisë Besfort Lamallari, i cili në vend që të reformoj këto shërbime publike, ka filluar të mashtrojë publikisht bashkë me to.